sepse qeveria që është libaneze është totalisht e paaftë për shkak të situatës që është, për shkak të situatës. Po aty është luftë ndër çfarë si mund të ketë qeveri, se ky është problemi i rajoneve që shiko, për të kuptuar se janë institucione jashtëzakonisht delikate edhe qeveria libaneze. Jo, të lutem, që mos ta nuk duhet ta hapë shumë emisionin të pamundur. Konfuzion dhe publiku nuk është shqiptar kanë interes të madh për Libanin edhe tani. Pse nisi Hezbollahu luftën? U kthye sepse mund të jetë peng për anëpushimin, po. Nisi Hezbollahu luftën. Hezbollahu nisi luftën sepse u fut Irani në luftë. Okej, e kuptova. Dhe tani mos ma zgjatë Endri. Rrezikon fatin e çdo proksi. Ai që është kryesori merr marrëveshjen e vet, dhe ndërkohë digjet vendi atje. Okej, Faik. Kjo mund të ketë provokime nga palët në derë shtunën, siç thotë Stokoli? Provokimet kanë filluar që sot. Po, patjetër. Ka filluar provokimet. Po, e cënon kjo marrëveshjen? Ka deklaruar të paktën Garda Revolucionare, ndoshta mbas ditën e sotme, ka thënë që 3 nga pikat e marrëveshjes janë shkelur që tani dhe pretendon që është shkelur marrëveshja. Izraeli ka filluar luftimet siç u diskutua dhe ajo quhet një nga pikat e shkeljes marrëveshje. Është bllokuar aktualisht, është bllokuar ngushtica e Hormuzit. Pra, nuk e dia mund të quhet një marrëveshje armëpushimi kjo, ndërkohë që gjithë elementët janë në lojë dhe çdo gjë sot është bombarduar. Ishte edhe shprehje që ishte përdor Netanyahu, në fakt ne vazhdojmë ta kemi të gishtin në këmbën e armës. E kanë përdorur të gjitha palët, po. Se kur je në aksion e mban gishtin të këmbës apo kur je gati. Kur ke filluar aksionin dhe ke filluar qitjen, fillon bën edhe qitje, ato kanë bërë qitje sot të dy palët. Ngushtica është mbyll sepse i gjithë plani i marrëveshjes dhe interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po themi edhe gjithë botës, se gjithë është prek aty, është çështja e ngushticës së Hormuzit është emergjente. Ajo është bllokuar aktualisht pra nuk e dia mund të kontrollojë. Se është vazhdon të jetë bllokuar? Aktualisht është bllokuar. Pra sot ka funksionuar me 2 anije. Pra vetëm 2 anije kaluan. 2 fatlumet. Kështu që nuk e dia mund të themi që kjo marrëveshje, nuk besoj që kjo marrëveshje do të rezistojë. Amerikanët janë shprehur që pa hapjen e ngushticës nuk ka asnjë marrëveshje. Po donte Izraeli mund ta ndalte për sa kohë lufta në rajon ndaj proksit të Iranit është përfshirë në pikat si fillim. Pastaj se si do përfundohet është gjë tjetër. Është përfshirë, Izraeli duhet të tërhiqej dhe të mbante anën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku janë pranuar në parim 10 pikat dhe këto pika është që të ndalohet si fillim lufta ndaj interesave të Iranit në rajon. Izraeli nuk e ka bërë këtë dhe këtu ka filluar pika e parë. Irani sot po ka goditur disa nga pikat kryesore dhe të naftënxjerrje dhe depozitime dhe tjerë, edhe ka pezulluar ngushticën, besoj që nuk është shumë e vështirë, nuk e dia do të rezistojë deri ditën e shtunë. Ergis, më ke sjellë një tabelë